Kjo shkollë është filloj mu ndërtu për me jetu na, edhe 2 javë para se me përfundu, ishëm tu mobilu e katin e parë, edhe natë viteve 90-ta filloj përzonja nxoncave prej shtëpijeve shkolla për shkak të mos pranimit plan programeve të serbisë. Edhe kështu në atë pjesë ka bo edhe vllavi, motra, edhe kështu që erdhën te shtëpia dhe tregun që i kanë përzonë okupatori serb për shkak të mos pranimit planit serbisë prej shkollës. Humbi ajo shpresa atyneve mira nxoncave për më ecë përpara me tutje, dhe kështu që një mbrëmje baba na mblodhi si familje dhe tha, jo, unë kam vendosur me lshu këtë shtëpi shkollë për shkak se me viju nxoncat ato ndrën e vet.